Përshëndetje miq, kjo ishte dreka ime për sot, u ktheva nga puna, isha lodhur me thënë të drejtën, por ama përgatita një drekë të shpejtë dhe të shijshme. Kush mendoj që mua në live përgatita krauti quhen këtu në Piemonte dhe përgatite me lakër të bardhë. Megjithatë recetën e gjeni në YouTube. E kam postuar dhe në TikTok, Instagram, por në YouTube i gjeni më shpejt, pa u lodhur. Këtu kisha focaccia, e kisha futur në ngrirje, sot mëngjes e nxora nga ngrirja dhe e kisha gati. Pjekim hamburgeret në zgar, thjesht me kri, piper, i hodha pak rigon se më pëlqen, pa vaj fare. I thekim pjekim mirë, focacciën e presim në mes dhe e thekim në tigan kur poqëm hamburgert. Një gjithmonë që më shire ashtë masë e sot dreka, më duish vetëm një gotë birë, më duish. Vendosim në një pjatë, ja kështu, vendosim hamburger të ngrohtë, ngrofim dhe krautin në mikroonde, si që thash më parë, e gjeni këtë recet në YouTube. Jedhim pak salsa barbecue, pak majoneze, si pas shijeve, Nëse dëshironi, nëse nuk i pëlqen, mos ja hidhni, mua më pëlqeu. Dhe shikoni tani, kur thot teli që tash me sy. Kështu është kur i ke gatimet gjysmë të gatshme. E sa jo në vaktin për një qik dhe kënaqesh edhe familjarët të falenderojnë. Ju përshëndes, ciao ciao!